Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTC Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e fletëve të para të votimit për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, të cilët janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryekomisioneri shtetëror për zgjedhjet Ilirian Celibashi deklaroi se procesi i votimit të diasporës po vijon normalisht dhe votuesi i parë ishte një emigrant në Gjermani. Operatorët turistik në Gjirokastër shprehen se sezoni ka nisur me lëvizje më të madhe se një vit më parë. Aktualisht mbizotërojnë turistët e huaj, ndërsa pritet që fluksi të vijojë të rritet javët në vijim. Turizmi ka ndikuar ndjeshëm edhe në shtimin e bujtinave në zonën e Përmetit. Në çdo fshat ka të paktën një bujtinë ku presin dhe përcjellin vizitor nga të 4 anët e botës, duke u treguar atyre mënyrën e jetesës. Të shohësh për te sipërfaqes ishte aktiviteti organizuar në ditën botërore të artit nga Liceu Artistik Feim Ibrahimi, një organizim si kur më parë ku të rinjtë e talentuar ndërthurën në të gjitha format e artit në madhështinë e Kalasë Argjiros. Ju njohim tani më gjërësisht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e fletëve të para të votimit për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, të cilët janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryekomisioneri shtetëror për zgjedhjet Ilirian Celibashi deklaroi se procesi i votimit të diasporës po vijon normalisht dhe votuesi i parë ishte një emigrant në Gjermani. Votuesi i parë, të cilit i ka mbritur zarfi me fletën e votimit, i përket Qarku Dibër dhe është në Gjermani. I ka mbritur në orën 7:15 minuta. Janë në mbritje Komisioni Qendror të Zgjedhjeve 111 zarfa, pra 111 votues të cilët kanë votuar dhe kanë njoftuar, të themi me telefon, postjerin e votimi nga jashtë tashmë konsiderohet i kryer, që në momentin kur njëri prej votuesve i cili e ka marrë zarfin e ka kthyer atë mbrapsht. Nuk ka asnjë mundësi dhe ne i kemi provat për këtë që një zgjedhësit i shkojnë dy zarfa apo 2 fletë votimi. Ne gjithsesi shpresojmë që në 2 ditë, por në rastin më ekstrem, brenda kësaj jave të përfundojmë procesin e dërgimit të fletëve të votimit. Kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit kanë vijuar takimet me elektoratin. Kandidatët kanë shpalosur platformat e tyre qeverisëse duke kërkuar mbështetjen e banorëve. Kumbaro. Kandidati për deputet nga Partia Socialiste Tërmet Peçi ka zhvilluar këtë fundjavë takim elektoral me diasporën në qytetin e Aninës në Greqi. Për herë të parë është mundësia jonë që të votojmë nga aty ku jemi dhe për t'i dhënë vendit një mundësi akoma më të madhe në vendimarrjen politike, ndaj dhe juftoi të bashkoheni me Partinë Socialiste me 11 maj për të siguruar mandatin e 4 të qeverisës, për të çuar përpara gjithë projektet që janë në zbatim dhe të tjera që presin, pa haruar misionin e madh që si parti politike kemi marrë për ta bashkuar Shqipërinë me familjen europiane, u shpreh Peçi. Garantoj një gjë, që jam një derë hapur, di dhe kam treguar që i shërbej të gjithë komunitetin tërësi, jo vetëm të majtëve, por dhe të djatëve dhe atyre pa bindje politike. Kam treguar që për atë bashki ku drejtuam dhe menaxhuam gjithë së bashku me fuqinë dhe besimin tuaj, kemi bërë gjërat mira dhe kjo mundësi që po na jepet këtë radhë kërkoj mbështetjen nga ju për të bërë gjëra më të mira për të gjithë qarkun tonë.
Unë premtoj që siç kanë bërë ato çka kanë bërë në TPL me gjithë ju së bashku, do të jem një zë dhe nëse ju jeni të bindur dhe besoni tek Partia Socialiste, po besoni edhe tek kandidati, unë do të jem dhe do të kem privilegjin e madh që sado pak kontributi im të lë një gjurmë të mirë për çdo nga ne këtu dhe cilin do nga ne të majt dhe të majtës që qarku jon të ketë një zhvillim më ndryshe nga që është aktual. Me besimin dhe fuqinë tuaj, me Partinë Socialiste, me Edi Ramën, do të jem zëri juaj, do të jem fuqia juaj, do të jem shëmbëltyra e juaj pa u kursyer ditë dhe natë. Të votojnë ty, për shkak që edhe punësim të ketë, edhe ato punë që janë lënë gjysmë të vazhdojnë, edhe unë them që ta votojnë, edhe demokratët dhe socialistët me qëllim që të jemi një fuqi, të jemi një grusht i fortë, që t'i bëjmë ballë situatën se po që për palë të tjera, ama shumë. Kandidati për deputet i Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, Shoqëri Hysi, është takuar me Asamblenë e Partisë Socialiste të Njësisë Bashkiake e Këlqyr. Jam një nga alternativat që ka Partia Socialiste, vi nga bota akademike, por kjo nuk më bën më të mirë nga tjerë, jam i barabartë me një barabartë, ashtu si thoshte Skënderbeu, që unë jam ushtari i parë midis ushtarëve të mi dhe i barabartë midis barabartë. Nuk e kam privilegj të qenë në akademi, po e kam krenari personale dhe këtë krenari edhe tuaj dua ta bartë me vete dhe ta çoj në sallën e parlamentit. E për ta bërë këtë nuk është thjesht u bëm deputet dhe mbaron. Mund mos jetë shqyrësi, por e rëndësishme është që gjatë kësaj periudhe deri në 11 maj unë të justifikoj besimin që më dha Edi Rama, besimin që më dha kryesia e partisë, besimin që më dha drejtuesja e politike ministri Zonja Kumbara, besimin që më dha çdo socialist i qarku tonë, besimin që më dha edhe këta kryetarët që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, po besimin që më dha edhe ju sepse keni lënë çdo punë tuaja dhe vini e dëgjoni, më fali për shprehjen, broshullave mia apo të kandidatëve të tjerë. Gjeni kohën, gjeni punën tuaja dhe na dëgjoni nga radhë. 4 ne, edhe drejtuesja 5, ndonjëherë edhe vjen kryeministri u bën 6, ashtu si barazmalet tona që nisemi për një fitore historike. Dhe ju përsëri vini jo po kulur, po krenar dhe me dëshirë të madhe. Dhe përsëri vini me të njëjtin entuziazëm. Mëtej Hysi u takua me krasjot që prej vitesh jetojnë në Gjirokastër. Doa të bëj një denoncim për një incident që ka ndodhur të premten e kaluar në një aktivitet me fermerët e qarkut të Gjirokastrës. Takimi ishte për të promovuar skemën e subvencioneve për fermerët. Prezent në këtë takim ishin një pjesë e fermerëve blektor, sepse fermerët që merren me bujqësi ishin në kulmin e fushatës në mbjelljen e Misrit. Nga takimi për promovimin e skemave të subvencionimit, takimi ishte krejtësisht politik, para elektoral. Mbas fjalës së drejtoreshës së AZBR-s, që për mua një zoj shumë e nderuar, ajo u sfumua nga drejtuesja politike e qarkut të Gjirokastrës, ministria Mirela Kumbaro. Se çfarë roli kishte Kumbaro në takimin me fermerët, kjo është puna e saj. Por ne atje ishim për të dëgjuar mbështetjen që shteti do t'i japë
fermerëve për vitin 2025. Nëse filloi takimi në i treti në radhë, unë si fermer me aktivitet të plot formal, blegtor që dorëzoj prodhimin me faturë të rregullt, u linçova nga patronazhistët e Mirela Kumbaros. Kur unë i bëra pyetjen drejtoresh së përgjithshme sa nga 24 milion euro zonja drejtoresh do t'jenë drejt për fermerët, pse aplikimi për vitin 2025 për mbështetjen e fermerëve filloi me kaq vonesë në një kohë që tani duhet të kishin filluar pagesat. Aplikimi fillon në 14 prill dhe mbaron në 30 maj, kur brenda majit duhet të kishin mbaruar mbështetja e plot për fermerët. Pse kuota e mbështetjes për fermerët është kaq e ulur tek ne, një kuotë qesharake prej 12.000 lekë të vjetra për krerët e baktive të imta, në një kohë kur shtetet fqinje, Maqedonia e Veriut dhe Kosova japin mbi 25 euro për krerë? Se zonja ministre nuk mbështetet njësia e prodhimit për litër qumësht, për kilogram mish, për kilogram prodhim bujqësor, sepse ju vërtet nuk doni ekonomi formale, sepse mbështetja për njësinë e prodhimit është ajo që formalizon ekonomin. Që të jesh formal duhet të bësh faturën tatimore, grumbulluesi, përpunuesi, duhet të japi faturën dhe lekët të kalojnë nëpërmjet bankës. Por juve, patronazhistët blegtorë që pak janë për ma merr mendja, nuk duan të jenë formal, sepse edhe punishtet e vogla të cilat i keni dhe ata një burim votash nuk duhen të kenë formal dhe konkurenca është e pandershme midis tyre. Në qoftë se do të pjesëtosh sasit e qumështit të dokumentuar për vitin 2024 me numrin e krerëve, duke qenë se nuk u dokumentuan qumështi, prodhimi i blegtorisë do dali në një rendiment qesharak 10 litro për krerë. Jo se është e vërtet kjo, sepse nuk raportohet, sepse edhe i stati vetë nuk ka ku i merr të dhëna të plota në qoftë se nuk ka një ekonomi formale, dhe ekonomia formale bëhet vetëm me subvencionomin e njësisë prodhimit. Ajo që dua të denoncoj është se në vend që Mirela Kumbaro, patronazhistëve dhe aktivistëve të saj të riqe vërejtjen, jo vetëm kaq, por i ndërseu për linqimin dhe një shtet brutal që përfaqësohet nga Mirela Kumbaro, nuk mund të linçoj një përfaqësues fermer të minoritetit i vetëm në atë sallë. Dhe vazhdimi i takimit ishte që edhe vetë zëvendësministri, pavarësisht se u është shumë babaxhan, nuk mund të pranonte ai Dhimokotja me kaq eksperiencë si fermer, të pranonte nga ministria e kaluar, nga ministria e perlave, të akademisë të çobenjve, të paneleve fotovoltaike apo të rekomandimit për të mbjell grur në Mars, e cila na hoqi ne fermerëve të gjithë Shqipërisë dhe të Gjirokastrës lekët e Bashkimit Evropian, lekët e IPARD-it. Në një kohë që Olafi kërkon nga SPAK të zbardhi me njëherë skandalin e IPARD-it 2 për të çelur IPARD-in 3, kjo punë një drejtësi e komanduar nuk mund ta bëj këtë punë. Prandaj unë u bëj thirrje fermerëve të Gjirokastrës dhe të gjithë Shqipërisë. Besoni te programi i Partisë Demokratike. Programi i Partisë Demokratike është me një përllogaritje të saktë pesfishimin e subvencioneve drejt për fermerët. 200 milion lekë në vit. Ulja e TVSH-s për fermerët dhe për të gjithë në Shqipëri nga 20 në 15%, që është një barë e rëndë për prodhuesin.
ulja e naftës, që ndikon drejt për fermerët, në një kuotë plus minus 10% me naftën që shitet në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Këto duhet të jenë të besueshme, dhe janë të besueshme. O fermer të Gjirokastrës, mos u besoni më gënjeshtrave. 12 vjet na gënjen, 12 vjet nuk na subvencionojnë, 12 vjet po na sorollatin. Lëvizja bashkë zyrtarisht çeli fushatën dhe pikërisht e nisi nga Fieri. Ky është takimi më i madh, më i bukur në historinë e lëvizjes bashkë. Për eksponentin e lëvizjes bashkë Arlin Qori, e reja është ndryshimi dhe ajo sipas tij i duhet popullit shqiptar. Pavarësisht 1001 padrejtësive, padrejtësi pavarësisht një Shqipërie që nga pikpamja e qeverisjes, nga pikpamja e marrëdhënieve sociale-ekonomike, i ngjan akoma asaj të 100 viteve më parë. E reja po lind mes punëtorëve të keq paguar, që ende një pjesë të rrogës e marrin në dorë dhe jo në bank. Në mitingun elektoral për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Arlin Qori prezantoi dhe programin si dhe kandidatët, ku nuk mungoi edhe një poezi Endre Mjedës, Ëndro dashuno. Operatorët turistik në Gjirokastër shprehen se sezoni ka nisur me lëvizje më të madhe se një vit më parë. Aktualisht mbizotërojnë turistët e huaj, ndërsa pritet që fluksi të vijojë të rritet edhe në javët në vijim. Gjirokastra ka nisur të mirëpres turistët e parë të sezonit pranveror. Operatorët turistik shprehen se këtë vit lëvizja ka filluar më herët dhe numri i vizitorëve është ndjeshëm më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rajoni Gjirokastrës ka hyrë tashmë në sezonin e saj turistik të vitit 2025. Ajo që vrejmë është që po marrim rezervime 2-3 muaj para, të cilat janë të konfirmuara dhe kemi vënë re që ka patur një rritje të atraksioneve dhe të gjirave për të bërë. Përgjithsisht janë të fokusuar tek aventura ose të jetuarit lokalisht ose tek aktivitetet që ofrojmë brenda në qytete dhe jashtë qytetit. Aktualisht ofrojmë më shumë se 80 gjëra të ndryshme për të bërë në rajonin e Gjirokastrës dhe kjo gjë ka zgjeruar atë shportën e aktivitetit të turistit dhe rritjen e mundësisë për të bërë gjëra dhe për të marrë dhe ato që ne themi kujtime që janë bërë kraft ose janë të gëzëndura që i ke për gjithë jetën. Aktualisht, ndryshe nga sezoni i dimrit kur dominonin vizitorët vendas, këtë pranverë mbizotrojnë turistët e huaj, të ardhur kryesisht nga Europa dhe vendet nordike. Praktikisht tani kemi kaluar tek ajo pjesa që kemi bërë tërn, sepse gjatë dimrit kemi punuar më tepër me klientë lokal ose vendas, ndërsa tani po kalojmë tek ajo pjesa e turistëve të huaj, sepse dhe turistat vendas tani fillojnë fokusojnë në destinacione të tjera të Shqipërisë, siç janë Korça ose pjesa e Bregdetit. Sipas operatorëve turistik, Gjirokastra po tërheq gjithnjë më shumë vizitor fal bukurisë arkitektonike, trashëgimisë kulturore dhe ofertës gjithnjë në rritje të shërbimeve dhe gujdat turistike. Turizmi ka ndikuar ndjeshëm edhe në shtimin e bujtinave në zonën e Përmetit. Në çdo fshat ka të paktën një bujtin ku presin dhe përcjellin vizitor nga të 4 anët e botës, duke u treguar atyre edhe mënyrën e jetesës. Vitet e fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të çeljes së bujtinave në zonat rurale të Përmetit. Vizitorët janë gjithnjë më shumë të interesuar të njohin nga afër stilin e jetesës së banorëve vendas dhe të përjetojnë mikpritjen tradicionale. Ka filluar kohët e fundit dhe interesimi të madh për bujtinat ose për më saktë për turizmin rural, ku dëshirojnë që të qëndrojnë në bujtina në fshatet në Buar, në Leus, në Bëjnë, në Ogren, në Ogdunan, që janë fshatra në Frashër, që janë fshatra me potencial turistik dhe turisti mund të shijojë natyrën dhe bukurinë që ofron kjo zonë. Të gjitha bizneset, të gjithë operatorët e zonës tonë po përgatiten që të bëjnë të mundur ardhin e turistëve dhe të dhënë një shërbimin e duhur dhe korrektësisht i takon Përmetit. Një nga atraksionet më tërheqës të zonës janë banjat termale të Bënjës, të cilat tërheqin vizitor vendas dhe të huaj gjatë gjithë vitit.
Sigurisht Bënja është një nga pikat më atraktive të zonës sonë, gati 95% të turistëve që vinë përmet veneve të termale të Bënjës dhe shfrytëzohet dhe është një nga atraksionet kryesore dhe është Xhevairi, mund ta quajmë të i përmetit. Në zonën e Përmetit operojnë mbi 100 bujtina të konsoliduara. Gjithashtu, Përmeti ofron mundësi të shkëlqyera për zhvillimin e agroturizmit, një formë e turizmit që jo vetëm promovon produktet lokale, por edhe krijon mundësi të reja ekonomike për komunitetin. Të shohësh përtej sipërfaqes ishte aktiviteti organizuar në ditën botërore të artit nga Liceu Artistik Fehim Ibrahimi, një organizim si kur më parë ku të rinjtë e talentuar ndërthurën të gjitha format e artit në madhështinë e Kalas Argjiros. Plot ngjyra e nota muzikore u mbush kështjellja e Argjiros në ditën botërore të artit. Ishin nxënësit e Liceut Artistik Fehim Ibrahimi që shpalosën talentet e tyre në çdo formë përmes aktivitetit të titulluar Të shohësh përtej sipërfaqes. Pjesë muzikore, polifoni, ekspozit me piktura, maska, skena teatrale, gjithçka e përgatitur me pasion nga të rinjtë. Maskat paraqesin dyfyrsyn e njerëzve, e kam paraqitur tek maska ime që kam realizuar. E kemi realizuar e kemi nxjerr nga balta, nga argjili, me bojra akrilik, e kemi vizatuar. Unë si nxënëse e klasës së 10 vi këtu me një këngë isopolifonike, që është një lloj arti. Art nuk ka vetëm në letërsi dhe në veshje dhe në pikturë, në muzikë, në të tëra. Ky aktivitet mori edhe vëmendjen e vizitorëve të kështjellës. Këtu, si thuaç, është një ndërthurje midis së vjetrës dhe të res. Dhe këtë të re në këtë kala të vjetër, kaq të bukur, e bën sot shkolla jon Fehim Ibrahimi, që me elementet dhe artistët e rinj na sjell sot të gjitha elementet artistik që plotësojnë mozaikun e vërtet të një fiale e arti. Liceu Artistik në Gjirokastër ka një histori mbi 50 vjeçare në përgatitjen e artistëve të rinj në muzikë dhe arte figurative. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajemi së bashku dhe miru takofshim.